Nga 1 nëntori do të shtrejtohet regjistrimi për patent shofer, autoshkollat arsyeton se kjo bëhet për shkak të rritjes së çmimeve. Qytetarët të revoltuar kërkojnë që urgjentisht të largohen Beturina Tarsovska, emëron drejtor të ri të higjienës komunale. Rritet numri të sëmurëve nga gripi në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. SBA me ligj synon të parandalojë ndryshimin e kufive në Ballkan. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Nga 1 nëntori, regjistrimi për marrje të patent shoferit do të bëhet më i shtrejtë. Deri tani ky çmim për kategorinë B për pjesën praktike dhe teorike ka qenë 24.500 denar, ndërkaq tani e njëjta do të kushtojë 33.000 denar. Përfaqësuesit e autoshkollave thanë se një rritje e tillë ka qenë e nevojshme kohë më parë sepse, siç thonë ata, së fundi janë rritur çmimet e derivatave dhe pagat e të punësuarve. Në një kohë kur qytetarët e vendit ballafaqohen me çmime në rritje të pandërprer, paga që mezi mbulojnë shpenzimet elementare për jetesë dhe një standard jetese që përëndohet dita ditës, pason edhe një goditje e re për xhepat e tyre. Nga 1 nëntori, regjistrimi për marrje të patent shoferit, një nevojë patjetërsueshme për të rinjët, do të bëhet më i shtrejtë. Deri tani ky çmim për kategorinë B për pjesën praktike dhe teorike ka qenë 24.500 denar, ndërkaq tani e njëjta do të kushtojë 33.000 denar. Kështu ka njoftuar pjesa dërmuese e autoshkollave të vendit në webfaqet e tyre. Sipas tyre, ky vendim është marrë pas mbledhjes përfundimtare të shoqatës së autoshkollave të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Të nderuar kandidat, ju njoftojmë se nga data 1 nëntor 2025 do të hyjë në fuqi çmimorja e re për aftësimin e kandidatëve të kategorisë B. Teoria dhe praktika do të kushtojë 33.000 denar, 2 orë plotësuese në ditë 2.000 denar, përdorimi i veturës për provim 1.500 denar. Ky vendim merret pas mbledhjes përfundimtare të shoqatës së autoshkollave. Sipas këtij njoftimi, në përqindje çmimi për regjistrim të patent shoferit është rritur për rreth 35%. 2 orët plotësuese në ditë deri më tani kanë kushtuar 1.400 denar, ndërsa nga 1 nëntori do të kushtojnë plot 2.000 denar. Si dhe përdorimi i veturës për provim nga 1.300 denar është rritur në 1.500 denar. Televizioni Shenja kontaktoi disa nga autoshkollat e vendit për t'i pyetur rreth rritjes së çmimeve në mënyrë të të menjëhershme. Ata thanë se një rritje e tillë ka qenë e nevojshme kohë më parë, sepse siç thonë ata, së fundmi janë rritur çmimet e derivateve dhe pagat e të punësuarve. Në një realitet ku çdo ditë sjell një faturë më të lartë dhe një shpresë më të vogël, rritja e çmimeve për patent shoferin është vetëm një hallk tjetër në zinxhirin e vështirësive ekonomike që po i rëndojnë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Për shumë të rinj patenta nuk është luks, por domosdoshmëri për të siguruar punë apo për të ndihmuar familjen. Megjithatë, me këtë rritje të ndjeshme, ajo po shndërrohet në një pengesë të re në rrugën drejt pavarësisë financiare, ndërsa autoshkollat arsyetojnë vendimin me kosto të rritura të derivateve dhe pagave. Mbetet e hapur pyetja, deri kur do të vazhdojnë qytetarët të paguajnë çmimin e lartë të një standardi jetese, që po bëhet çdo ditë më i papërballueshëm. Kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska emëron drejtor të ri në higjienën komunale pas arrestimit të Sabaudin Rustemit. Ushtrues detyre, drejtor do të jetë Aleksandar Jovanovski, i cili vjen nga qyteti i Shkupit si inspektor në sektorin e inspektoratit dhe gjithashtu ka përvojë të mëparshme në sektorin për zhvillim ekonomik lokal. Kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska emëron drejtor të ri në ndërmarrjen publike higjiena komunale pas arrestimit të Sabaudin Rustemit. Ushtrues detyre drejtor do të jetë Aleksandar Jovanovski, i cili vjen nga qyteti i Shkupit si inspektor në sektorin e inspektoratit
dhe gjithashtu ka përvojë të mëparshme në sektorin për zhvillim ekonomik lokal. Aleksandër ka shumë vjetë përvojë në sektorin privat, në tregti si udhëheqës i një njësie organizative dhe me një angazhim punë në shëshatën për mbrojtjen dhe promovimin e mjedisit, ka punuar në zbatimin e projekteve ekologjike dhe shoqërore përgjegjëse. Jovanovski ka arsim të lartë në menaxhim në Universitetin Goce Delchev në Shtyp dhe ka fituar certifikat ndërkombëtare për çështje institucionale ndaj mbrojtjes së mjedisit. Ndërkaq paraprakisht, bordi drejtues i ndërmarrjes publike higjiena komunale i kërkoi kryetares së qytetit të Shkupit Danila Arsovskas që të emërojë drejtor të ri. Përmes një letre të dërguar Arsovskas, bordi drejtues i bëri thirrje kryetares që urgjentisht të saktojë ushtrues dhe tyre drejtor, në të kundërt përgjegjësia për situatën alarmante do të jetë vetëm e saj. Nderuara zonja Arsovska, si bord drejtuese të NP Higjiena Komunale Shkup, ju informojmë se në kundërshtim me pretendimet e juaja, të gjitha ingerencët dhe kompetencat për të caktuar dhe shkarkuar drejtor i keni ekskluzivisht ju. Ata gjithashtu i kujtuan se momentalisht janë nga fundi rezervat me naftë automjeteve speciale të higjienës, të cilat përdoren për grumbullimin dhe transportin e mbeturinave komunale dhe nuk mund të blihen para nënshkrimin e drejtorit të ri. Ata e kanë rikujtuar Arsovskën se në 4 vitet e kaluara ka caktuar 5 drejtor dhe i ka shkarkuar 4. Drejtori deri tanishëm Sabaudin Rustemi dhe Akisaiti, menaxheri mbeturinave, janë arrestuar në ndyshimin se kanë kryer vepër penale të rrezikimit të mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina. Rustemi pas arrestimi dha dorëheqje nga posti i drejtorit për, siç ka thënë, arsye morale. Qytetarët shprehen të revoltuar nga situata me mbeturinat, e cila javëve të fundit është bërë alarmante. Ata thonë se gjithandej qyteti është i papastër, ku ndërmon erë dhe kjo ndikon drejt për drejt në të cilën jetës të tyre të përditshme. Ato u bëjnë thirrje autoriteteve që të ndërmarrin urgjentisht masa për të larguar mbeturinat. Grumbujt e mbeturinave të pambledhura janë bërë tashmë një pamje e zakonshme në rrugët e qytetit të Shkupit, ku ato po bëhen gjithnjë më të shpeshta. Shumë qytetarë u shprehen se mbeturinat nuk mlidhen rregullisht dhe kjo situatë po ndikon negativisht jo vetëm në pamjen e rrugëve, por edhe në cilësinë e jetesës. Ku u bën thirrje dhe komunave që të ndërmarrin masa më serioze nga organizimi më i rregullt i pastrimit. Mbeturinat nuk mlidhen rregullisht. Komuna duhet të mbledh mbeturinat, duhet të mblidhen të gjithë së bashku dhe të mbledhin mbeturinat. Jo më çfarti, mos vetë valla shumë keq. Shumë keq edhe era po ju vjen s'po muj me as në rrugë me dal. Gjithsesi bile këtu në mbi pazar të Zegini aty ka që është apoteka, mbeturina ka katastrofë. Për këta që nuk muj me thonë kur gjë, ato e din më mirë vetë. Ndërkaq një qytetare theksoi se tek ata nuk i mbledhin mbeturinat, por detyrohen që të organizohen vetë dhe të largojnë mbeturinat. Te ne nuk i mbledhin mbeturinat, ne i dërgojmë vetë në ndonjë terren ku ka mbeturina. Pastroj shumë, por sërish nuk ndihem mirë sepse vjen era nga mbeturinat. Komuna duhet urgjentisht i largojnë ato. Higjiena komunale të organizohet dhe të mos ketë mbeturina, sepse ka fëmijë të vegjël, pleq të cilët thithjen atë ajër të ndotur, por edhe të rinj, të gjithë. Nuk mlidhen mbeturinat, si në tunguzi. Era zdurohet. Por na fakt që është dimon, edhe pak nuk vinë se me kanë verë. Kjo është pandemi, 100%. Këtë s'mund që njerëzit pipi që kësaj. Zgjidhje duhet... Jo pe, nuk është problemi të rroga, to është problemi krejt politik. Danila Arsovska ka fajnë më të madhe ka. Që kamionat pa hujdis, pa rroga, pa sen, që kjo është realiteti. Jedna zabeleshka. Në mëngjes kontejnerët ishin zbrazur dhe një pjesë e mbeturinave ishin larguar. Unë dola, shëtita, kur u ktheva ishte mbushur plot, sikur të mos ishte pastruar fare. Nuk e di nëse e sjellin prej diku apo e bëjnë banuesit, por kjo është e vërteta. Duhet të hapet deponi e re apo nuk e di, mbeturina duhet të largohen. Duhet të sjellin edhe kontejnera të ri dhe të pastrohet rregullisht. Gjithashtu dhe një qytetar u shpreh se komuna duhet të rregullojë punët e tjera, jo vetëm të hyjë në komunë për të vjedhur. Po rregullosh në këtë komunë kemi. Unë jam në fshatë, më një fshatë të radushës, ama jam në komunën e Sarajt. Dhe jetë e së ndihme, se unë jam rejtë në Gjermani. Presion të dëmë që. Komuna se jep të duhet pastërtinë. Po mësa të rregullohet punë tjera. Jo vetëm me
me hinë komunën me vjedhë. Duhet punoj për shoqërinë çka jonë në fshat, çka jonë në qytet, këtë duhet të punohet diçka. Qyteti i Shkupit tashmë disa kohë përballet me krizë të menaxhimit të mbeturinave, por që kohëve të fundit situata është bërë më alarmante. Autoritetet shëndetësore u rekomandojnë qytetarëve që të kenë më tepër kujdes për higjienën e tyre, pasi si pasojë mos mbledhjes së mbeturinave, qyteti tikanoset për hapje sëmundjeve infektuese. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka nisur shpërndarjen e materialit zgjedhor, ndërsa me 2 nëntor qytetarët do të vendosin për drejtimin e ri në 32 komuna të vendit dhe në qytetin e Shkupit. Në kryeqytet pritet një përballje e fortë mes Orçe Gjorgjevskit të VMRO DPMN-s dhe Amar Mecinoviçit të Levicës. Tensionet mbeten të larta në komunat shqiptare si Tetova, Kërçova dhe Bërvenica. Ndërkohë, për 4 komuna do të duhet të shpallet procesi i ri zgjedhor për shkak të mungesës së censusit. Ka nisur sot shpërndarja e mbi 1 milion flet votimeve për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale të vitit 2025. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njoftojnë se rrethi i dytë do të zhvillohet në 32 komuna dhe në qytetin e Shkupit. Zgjedhjet do të mbahen me 2 nëntor, ndërsa një ditë më herët më 1 nëntor. Të drejtën e votës do ta ushtrojnë të sëmurët, personat në burgje dhe ata që janë në rreth shtëpiak. Në kryeqytet gara për kryetar do të zhvillohet me Orçe Gjorgjevskit të VMRO DPMN-s dhe Amar Mecinović nga Levica. Në Shkup të drejt vote kanë 474.394 qytetar. Kandidatin e VMRO-s Gjorgjevski e mbështet edhe koalicioni shqiptar Vlen, me të cilin tashmë kanë arritur një marrëveshje për ndarje të resoreve në rast fitoreje. Po ashtu, Vlen dhe VMRO kanë marrëveshje edhe për Këshillin Komunal, në të cilin së bashku me Znam e kanë shumicën. Rrethi i dytë i zgjedhjeve do të zhvillohet edhe në Tetov, Divër, Strug, Bogovin, Kërshov, Bërvenic, Studeniçan, si dhe në Karposh, Qendër, Aerodrom dhe Shutor Rizare. Situat më e tensionuar në kampin shqiptar mbetet në Tetov, Kërshov dhe Bërvenic. Në Tetov, koalicioni Vlen akuzon Aleancën Kombëtare për Integrim për bashkëpunim të fshehtë me Levicën, ndërsa në Bërvenic dhe në Kërshov, kandidatët shqiptar Haqim Ramadani nga Vlen dhe Fatmir Dehari nga Aleanca Kombëtare për Integrim kërkojnë bashkim kundër VMRO-s. Në 4 komuna, Gostivar, Vrapçisht, Qendër-Zhub dhe Mavrov Rostush, nuk u arrit censusi prej 1/3 së daljes së votuesve. Për këto komuna KSZ do të shpall një procedurë të zgjedhore që do të nisë pas përfundimit dhe shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale. Dalimi i veturës së kreut të ASH-s Zjadin Sela ka përplasur partitë politike shqiptare. Sela tha se ndalimi i tij ka qëllime politike, ndërsa e ka cilësuar atë si tentim gjyqtar dhe të kotë. Ndërkohë nga koalicioni Vlen kanë thënë se çdo përpjekje për ta lidhur koalicionin Vlen apo kandidatin që përkrahin me dyqyrën me çfarëdo tensionit të stisur është e pavërtetë. Afrimi i datës së zgjedhjeve rrit tensionet mes kandidatëve që do të përballen të dielën në balotazh për komunën e Strugës. Këtë herë shkak i përplasjeve ka qenë dalja e veturës së kreut të Aleancës për shqiptarët Zjadin Sela nga ana e njësitit special të policisë. Pas kësaj ngjarje, Sela ka reaguar menjëherë përmes një postimi në rrjetet sociale, duke e cilësuar ndalimin si një tentim gjyqtar dhe të kotë. Ai tha se veprimet e tilla nuk do ta friksojnë as atë dhe as qytetarët shqiptar, të cilët i janë rreshtuar krah kandidatit Arsim Dalipi. Vazhdojmë përpara të palehunshëm dhe stoik në misionin ton, keqardhë para ta që shpresojnë se me metoda të tilla mund të kthejnë diçka, tentime të kota e gjyqare që vetëm kanë shqetësuar dashamiret. Ju faleminderit nga zemra të gjithëve për solidarizimin dhe mbështetjen. Faleminderit të gjithëve miqve për interesimin, shqetësimin dhe solidarizimin. Krekojse këtij pushteti me njësi speciale, me maska e pa maska, nuk mund të na friksojnë as neve, as truganët e as shqiptarët kudo që janë. Për rastin Sela ka reaguar edhe koalicioni Vlen, nga ku thonë se tentimet për të krijuar situatë në Strug, ku realisht nuk ka as nuk mund të ketë, janë dëshpëruese, asociojnë me koalicionin që me merit mban emrin Tresha në agoni, Ahmeti, Taravari dhe Sela, nga koalicioni shqiptar që është pjesë e qeverisë. Thonë se çdo përpjekje për ta lidhur koalicionin Vlen apo kandidatin që përkrahin me dyqyra me çfarëdo tensioni të shtirur është e pavërtetë. Pyesin se pse do duhet të krijonte tensione koalicioni apo kandidati që është favorit për të fituar zgjedhjet e 2 nëntorit.
Logjika politike është e thjeshtë. Ai që është në ndëshpërim tenton të krijojë situata të paqena për të paraqitur veten si viktimë në sy të elektoratit, një strategji që i shkon në favor kandidatit të Zjadin Seles dhe Levicës, Arsim Dalipit. I tërë opinioni publik e di se bashkëpunimi mes AKI-së dhe Levicës është evident, si në Tetov ashtu edhe në Struk. Ky është rasti i parë i raportuar që nga fillimi i fushatës zgjedhore, ku një siti special ndalon veturën e një politikani, tensionet në Struk mbeten të larta pasi pritet që kryetari i ri i kësaj komune, të rëndësishme shqiptare, të zgjidhet në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale më 2 nëntor. Në garë për Strugën janë Arsim Dalipi, i mbështetur nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, dhe Mendi Qyra, kandidati i pavarur, i mbështetur nga koalicioni Vlen. Gara për udhëheqjen e qytetit të Shkupit hyn në fazën vendimtare. Pas raundit të parë që nuk solli fitues, qytetarët do të vendosin mes dy kandidatëve, Orce Gjorgjevski nga VMRO dhe Amar Mecinovic nga Levica. Të dy po zhvillojnë një fushatë intenzive me premtime për ndryshim, pastrim të qytetit dhe projekte që do të afrojnë Shkupin me standardet evropiane. Nuk mjaftoi raundi i parë për të zgjedhur udhëheqësin e ri të qytetit të Shkupit. Prandaj pjesa e dytë pritet të jetë edhe më e zjarrt, ku dueli është ndërmjet kandidatit të VMRO-s Orce Gjorgjevskit, i cili në rrethin e parë priu bindshëm me vota, dhe kundër kandidatit të Levicës Amar Mecinovic, i cili synon ta përmbysë rezultatin. Se sa e nxehtë është gara mes tyre po e tregon edhe fushata të cilën po i zhvillojnë me një ritëm dinamik, duke premtuar që Shkupi të jetë ndër metropolet europiane. Premtime për projekte të reja, premtime për probleme të zgjidhura e fotografie e re e qytetit. Nuk mungojnë asnjë tubim të tyre para zgjedhor, të cilat në test do të vihen menjëherë pasi të përfundojnë zgjedhjet, pasi Gjorgjevski disa herë ka përsëritur se 72 orë pasi të zgjidhet kryetar, Shkupi do të pastrohet nga mbeturinat. Dy kandidatët u përballen edhe në debat televiziv, nga i cili debat vëmendje mori se si Gjorgjevski e quajti kundër kandidatin pa diplom, përderisa dhe vetë Mecinovic tregoi se është student i shkencave politike, por ende i pa diplomuar. Kandidati i VMRO-s ka thënë se me fitorin e tij do të ketë fillim të ri dhe projekte të reja për qytetin, ndërsa ai Levicës ka thënë se përfaqëson alternativën e qytetarit të zhgënjur. Dy konkurrentët e qytetit të Shkupit janë zotuar para qytetarëve se që nga marrja e mandatit nuk do të kenë më probleme që i kanë trashëguar nga kryetaria në largim Daniela Arsovska. Ardhja e saj në krye të qytetit të Shkupit para 4 viteve pritej me shumë eufori dhe shpresë nga qytetarët, por ato u shuan shumë shpejt kur nisën problemet me transportin publik, mbytjen e kryeqytetit nga mbeturinat dhe mungesa absolute e komunikimit të saj me kryetarët tjerë të komunave të qytetit. Disa herë ajo është akuzuar edhe për zero punë të realizuara në pjesën shqiptare të qytetit kryesor. Kandidati i pavarur për komunën e Dibrës, Ramadan Imeri, premtoi zhvillim të infrastrukturës së qytetit në rast se ai fiton besimin e qytetarëve për të menaxhuar me qytetin në 4 vitet e ardhshme. Ai mes tjera synon krijimin e hapësirave të reja për parking. Kandidati i pavarur për komunën e Dibrës, Ramadan Imeri, i cili kaloi në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, në emisionin Debat në Shenja, tha se kanë 8 projekte të parashikuar për Dibrën, por 3 të cilët janë të domosdoshme dhe urgjente. Ai tha se njëra ndër to është edhe parkingjet. Ne i thomi në Dibër pazari i vjetër do t'i kthehet siç ka qenë më përpara, që do thotë të rikthimin e parkingjeve në pazarin e vjetër, sepse është janë dëmtuar shumë tregtarët, parkingjet tek bulevardi Iliria, tek sala sportive Dibra, po ashtu edhe pas Foshnjores, ne i thomi, Breshja, që do të përfitojnë parafasisht deri në 700 apo 720 parkingje. Imeri tha se ata kanë projekte për ujin e pishëm, ndërsa përmendi se investimi do të bëhet nga shoku i tij në SBA, ndërsa kosto e investimit do të jetë $500.000. Ne të gjithë e dim, por edhe mërgjimtarët, por edhe qytetarët e Dibrës, që uji i pishëm në Dibër gjatë verës mungon. Por pothuajse edhe dimrit. Ky është i gatshëm të investoj në këtë projekt, të cilin e ka edhe të gatshëm, që më njëherë pas mandatit, do me thënë, pas 3 nëntorit,
do të fillon për rindërtimin e ujit të pishëm në Dibër, por jo vetëm për ata 15.000 e sa banor, por do të jetë me një numër për banorësh deri në 20.000 banor. Imeri ju bëri thirrje dibranëve të dielën më 2 nëntor të dalin në numër sa më të madh për të votuar dhe siç tha, ta rrethojnë në numrin 40. Instituti i Shëndetit Publik ka njoftuar se javën e kaluar regjistruar 56 persona të prekur nga gripi sezonal. Këto të dhëna tregojnë për rritjen e krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Epidemiologu Dragan Koçinski tha se nuk ka pasur ndonjë sëmundje që lidhet drejt për drejt me mbeturinat, por bëri thirrje për kujdes të veçantë. Javën e kaluar në vend janë regjistruar 56 persona të prekur nga gripi sezonal, tregojnë të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik. Sipas raportit të Institutit të Shëndetit Publik, kjo përbën një rënje prej 32.5%, krahasuar me javën e kaluar, por siç thonë ata, numri i rasteve me grip këtë vit është më i lartë, ndryshe nga viti i kaluar në të njëjtën periudhë. Epidemiologu Dragan Koçinski nga Instituti i Shëndetit Publik tha se vaksinimi kundër gripit sezonal është mbrojtja më efektive kundër kësaj sëmundjeje, veçanërisht për njerëzit nga grupet e rrezikut. Gjatë javës së kaluar, janë regjistruar 56 persona të prekur nga gripi, persona me pasqyrë klinike të gripit. Gjithsej gjatë kësaj sezone kemi 244 persona të semur. Kjo është një përqindje më e lartë krahasuar me sezonin e kaluar, por nuk është ndonjë rritje alarmante. I pyetur sa është paraqitur ndonjë sëmundje si shkak i problemit të mbeturinave të grumbulluara nëpër qytet, Koçinski tha se nuk ka pasur ndonjë sëmundje që lidhet drejt për drejt me mbeturinat, por apeloi për kujdes të veçantë. Deri më tani nuk janë vërejtur sëmundje që lidhen drejt për drejt me mbeturinat e grumbulluara në Shkup, por duhet treguar kujdes veçanërisht gjatë kësaj periudhe, derisa të pastrohen mbeturinat. Koçinski duke folur për gripin sezonal tha se Instituti i Shëndetit Publik rekomandon vaksinimin e të gjithë popullatës, veçanërisht të personave nga grupet e rrezikut të cilët janë të moshuarit mbi 65 vjeç, fëmijët e vegjël, personat me sëmundje kronike, graçta, zëna dhe të punësuarit në kujdesin shëndetësor. Në Shkup është shënuar 102 vjetori i themelimit të Republikës së Turqisë. Në ceremoninë e mbajtur në rezidencën e ambasadës së Turqisë në Shkup morën pjesë personalitete të larta nga Maqedonia e Veriut, përfshirë kryetarin e Kuvendit Afrim Gashi, zëvendës kryeministri Nizet Mexhiti, ministrin e punëve të jashtme dhe tregtisë të jashtme Timço Mucunski, ministra, deputet, kryetar komunash, si dhe përfaqësues të organizatave dhe institucioneve nga të dyja vendet. Ambasadori Fatullah Soj përcolli përshëndetjet e presidentit Recep Tayyip Erdogan, rikujtoi se Republika e Turqisë, e cila u themelua 102 vjet më parë, ka bërë hapa të mëdhenj në çdo fushë në kuadër të festimeve të ambasade e Turqisë në Shkup në bashkëpunim me zyrën e atasheut të kulturës dhe promovimit në lidhjen e organizatave turke të shoqërisë civile në Maqedoni dhe me mbështetjen e shoqatës së esnafëve të Shkupit, më herët gjatë ditës organizoi ecje dhe program kulturor në Çarshinë e vjetër të Shkupit. Nëse akti i demokracisë dhe progresit në Ballkanin Perëndimor miratohet Kongresi dhe Senati Amerikan dhe nënshkruhet nga presidenti Donald Trump, Shtetet e Bashkuara do të angazhohen ligjërisht që politika e tyre jashtme të mos mbështesë ndarjen e territoreve, shkëputjen apo ndonjë ndryshim tjetër kufitar bazuar mbi etni në Ballkanin Perëndimor, përfshirë midis Kosovës dhe Serbisë, si dhe ndarjen e mundshme të Republikës Srpska. Ky parashikim është pjesë e seksionit 11 të projektligji që merret në raportet midis Kosovës dhe Serbisë dhe thekson se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës e arritur më 27 shkurt
2023 me mbështetjen e Bashkimit Evropian duhet të zbatohet shpejt. Për herë të parë, projekt ligji përfshin edhe paragrafin mbi mosndryshimin e kufive. SBA-ja nuk do të ndjek asnjë politikë që mbështet shkëmbimet e territoreve, shkëputjen ose forma të tjera të rivizatimit të kufive përgjatë vijave etnike në Ballkanin Perëndimor si një mjet për të arbitruar mosmarrëveshjet midis shteteve kombëtare në rajon, thuhet në projekt ligj. Organizata bamirës së mjekësore franceze, Mjekët pa kufi, ka deklaruar sulmet dhe vrasjet e fundit izraelite në Gaza janë pasoja të shkeljeve të përsëritura të armë pushimit duke përjetësuar gjenocidin. Ne kemi bërë thirrje të përsëritura për një armë pushim të qëndrueshëm për të ndaluar nivelin dërmues të vdekjeve dhe lëndimeve katastrofike të pësuara nga civilët. Deri më tani, po dëshmojmë pasojat e shkeljeve të përsëritura të këtij armë pushimi, të cilët përjetësojnë gjenocidin e vazhdueshëm në Gaza, ka thënë organizata humanitare në platformat sociale të kompanisë amerikane. MSF-ja tha se ekipet e saj në të gjithë rripin e Gazës gjatë ditës së djeshme trajtuan pacient të plagosur rënd nga sulmet e forcave izraelite, të cilët shkaktuan viktima alarmante civile. Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se që nga fillimi i armëpushimit në fillim të këtij muaji, forcat izraelite kanë vrarë 211 palestinesë. Zëvendës presidenti SBA-s ka hedhur poshtë pretendimet se Izraeli ka ndikim mbi politikën e SBA-s, duke theksuar se administrata e presidentit Donald Trump vepron vetëm në interes të Amerikës. Ata nuk po e kontrollojnë këtë president të SBA-s. Kur presidenti SBA-s thot Amerika e para, kjo do të thotë se ai ndjek interesat e amerikanëve së pari. Kjo është e gjithë politika jonë e jashtme, ka thënë Vice, plani më i fundit i paqes në Gaza, për të cilën të gjithë ne kemi punuar shumë gjatë javëve të fundit. Presidenti mund të arrinte atë marrëveshje të paqes vetëm duke qenë i gatshëm të aplikojë ndikim mbi shtetin izraelit, ka thënë zëvendës presidenti i SBA-s. Donald Trump dhe Xi Jinping gjetën më në fund në takimin e Seulit gjuhën e përbashkët për një marrëveshje tregtare, gjë që të lehtësoj të gjithë tregtinë globale dhe zgjidhjen e shumë konflikteve nëpër botë. Gjatë kthimit në Washington, shefi i Shtëpisë së Bardhë njoftoi reduktimin e menjëhershëm me 10% të tarifave të importeve nga Kina, duke i ulur ato në 47%. Sasi të mëdha dhe prodhimesh të tjera bujqësore do të nisin të blihen menjëherë nga Kina. Fermerët tanë do të jenë shumë të lumtur, por ata që kanë shkaktuar shumë vdekje në SBA ram dakord që së bashku me Kinën t'i japim fund kësaj krize. Biseduam edhe për heqjen e pengesave për minerale të rralla, tha ai, ndihma që Xi mund t'i japë për të bindur Vladimir Putinin për fundin e luftës në Ukrainë ishte pjesë e bisedimeve. Trump tha se do të takohet sërish me atë në Pekin në prill dhe më pas presidenti kinez do të shkojë në Washington ose Florida. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.